Në sallën e gjyqit, një nga një erdhën me duar të lidhura. Edhe këtë të mërkur vazhdoi seanca gjyqësore ndaj Naim Murselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës. Të tre këta po akuzohen për vrasjen e Liridona Ademajt në nëntor të vitit 2023. Fillimisht, ish-bashkëshorti i Liridonës Naimi kërkoi të flasë me fëmijët, por edhe me një politikan të njohur të cilit i shërbeu si këshilltar. Keni parashtru kërkesë për me komuniku me fëmijën, po me djalin, kemi kontaktu me autoritetet suedeze, jam në pritje të përgjigjes së tyre. E këtë herë, prokurorja e rastit Javorka Prelinčević pati disa pyetje për mesazhet e shkëmbyera në mes Murselit dhe Plavës. Ajo kërkoi konfirmim nëse numri në këto mesazhe është i Naim Murselit. Murseli pohoi se numri është i tij, por tha se nuk i kujtohet për mesazhet. Kom qenë përdru si numrit, po. Prelinčević tregoi se janë bërë 4 ekspertiza në telefonin e Granit Plavës. Nën ato 2 mesazhe ne kemi 4 ekspertiza të cilat janë të shenjzuara në telefonin e Granitit, 3 thirrje të humbura nga numri juaj, nga numri i njëjtë, nga i cili janë dërguar mesazhet. Dhe atë, me 29 të 11-it, mesazhi i parë në ora 9:16 minuta 35 sekonda. Thirrja e dytë e humbur nga numri juaj në telefonin e Granitit është ditën e njëjtë në ora 9:21 minuta 22 sekonda. Ndërsa mesazhet, Murseli i arsyetoi në këtë mënyrë. Nuk më kujtohet në çfarë kontekst i kom dërgu, e para, edhe e dyta, po në atë ditë kem taku me Granitin, siç thash, sepse kushtrimi dhe Graniti një ditë më herët e kishin pas një problem, në Gjakov diçka. Unë e thërsha Granitin, por nuk më përgjigje, por kushtrimi kishte fol me to, nuk e di qysh. Si do qoftë, më tha, shko tha filon veni, se të pret ta Graniti aty, tha ta në vi, unë bashkë kanë gjitna me juve. Më pas Murseli tha se deklaratën fillestare në polici e kishte dhënë nën presion. Ajo deklarat është dhënë me presion, fillimisht ka pas dhunë dhe pastaj presion. Më tregoni sa është e mundshme që të jepni për çështje të njëjta, deklarata të njëjta, identike, të cilat në mesveti pajtohen me provat materiale cilat janë mbledhur. Ndryshe, prokuroria themelore në Prishtinë me 15 janar 2025 ka ngritur akt akuzë ndaj Naim Murselit, Granit Plavës e Kushtrim Kokallës për vrasjen e Liridona Ademajt.